le të hidhet kushdo sot ishin me uniform po uniform, këta janë heronj. Sepse shife dikush në krahun tjetër po i mbron nga zjarri. Dhe zjarri atje është i tmerrshëm. Shikon, fakt, vetëm kaq desha, unë se s'mund të them për këto, nëse me që zotëria ka sjellë kontratë, nëse në kontratë që më duket është shumë e qartë që materiali i panelit që do të përdorë do të jetë anti-zjarr për 25 vite. Po, garancisë e 5 vjeçare. Garancisë e 5 vite, më duket se kjo e mbyll diskutimin që a duhet merrte flak apo jo gjithë fasada, nëse s'respektohet. Kontrata është e tillë, por vetë ekspertiza është materiali, po ka plotsu kushtet apo jo? Pra kemi faj. Pra kemi faj se nëse ti thua që unë jap garanci që për 25 vjet nuk merr zjarr fasada. Nën kontraktori. Kushdo që ka dhënë. Kush e kontrollon secilin e saj? Kush e kontrollon secilin? Unë e kontrolloj. Jo, ka institucion shtetëror. Kush e duhet me emër? Si ve emër? Në Shqipëri certifikimi më jo certifikimi vjen nga jashtë. Materiale që ne nuk kemi kush e bën? Shkojmë në një ekspert. Jemi në këtë histori. Firma ndërtuese ka një drejtor teknik. Po. Nuk ekziston një firmë ndërtuese pa një drejtor teknik, i cili është eksperti kryesor i ndërtesës. Nuk merr dot leje ndërtimi pa atë. Pas atij të pas atij të supervizori. Çfarëdo që mund të ndodhi me në kontraktorin, janë këta të dy që certifikojnë për mirë apo për keq çfarë do lloj teknologjia apo materiali që po përdoret në ndërtesë. Madje në çdo fazë projektit. Në çdo fazë projektit duke respektuar projektin. Dhe në çdo rast ku projekti është i paplot, thrasin ose projektuesi, ose supervizori ka fuqinë atij, për shkak se është i person, është një high engineer, pra është një inxhinier niveli të lartë për shkak të eksperiencës gjithë, që mund ta 15 vite më. Po, mbi 15 vite, dhe ai është që mund të mbyllë dhe mund të thotë Armand Lilo, anti-zjarr thotë 25 vite është vetëm për bojën, anti-zjarri thotë në vetvete është për gjithë jetën, është i përjetshëm, është garancia është e përjetshme. Nëse e kuptoj unë. Atëherë që jemi të qartë për pyetjen, do them vetë këtë dhe s'kam për fol më pastaj më fare. Fare nuk kam për fol. E vështirë do jetë. Jo, nuk do flas. Po jo e pamundur. Qoftë supervizori, qoftë kolaudatori, nuk kanë ekspertizë për standardin e materialit. Ata çfarë bëjnë? Pikërisht, po nuk kanë se s'kanë në Shqipëri ekspertizë. Jo, më ky është problem pra. Tash ta mbaroj deri në fund, ta mbaroj. Qoftë supervizori, qoftë kolaudatori mbledh gjithë dokumentat, nuk bën gjë tjetër. Kolaudatori, i kanë rregull, i kanë certifikat, po e kam, këtë bën. Pra, kolaudatori thjesht mbledh dokumentat. Supervizori, i cili është drejt për drejt terren, në rast të betonit, në rast të hekurit, ne kemi standard që prodhon mostrën dhe kjo mostër kalon. Po ata e pamë se ndërtesa nuk lëvizën nga betoni. Nuk e dim. Me pamë, s'lëvizja. Nuk e dim. Me atë nxehtësi unë e vend dyshim konstruksionin për veten time. Do të bëjnë test strukturë. Duhet bërë test gjithë strukturës. Diskutim kësaj? Po ke 2 ditë që i kanë zjarr. Patjetër. Është 2 ditë zjarr, ajo pa kusht. Pra njerëzit para duhet të ikin gjithë njerëzit nga gjithë bloku. Jo gjithë bloku, jo gjithë bloku. Vetëm diku 30 apartamente është konstatuar që janë ndjek. Po ti ishte vetëm fasada siç ishte tek Deliorgji atje, nuk ishte ndonjë problem. Pati probleme strukturën aty. Këtu zjarri është futur në apartamente dhe në apartamente aq savurare unë dhe soletat janë bërë me polisterol. Dhe po që polisteroli kur digjet, ti nuk e më çfarë temperaturë pra s'duhesh. Temperaturë. Jemi familiarizuar me këtë teknologji. Polisteroli është pa pranueshme për mua, por shkrihet. Po shka jo shkrihet, nuk e zjarr. Atëherë do ngrej dy mini tema të tjera me faikun e Merkesin. Me fajik kësaj përket temi mënyrës se si operua për temi përshuarjen e zjarrit, dhe Merkesin për kostot ekstra që ne paguam, si taksa paguese, ne nuk e dim po i kemi paguar, po të fillimisht në ty. Te zjarrfiksit, dy gjëra që më bën mua përshtypje. Fakti që janë heroj patjetër, po si thon Pukjanët, vetëm herojt nuk e dëgjojnë këngën e vet. Se është shumë e bukur, nga si shprehje popullore se i bi që vdesin. Po patjetër. Dhe unë mendoj që zjarrfiksit dje kanë rrezikuar jetën. Dhe qoftë ta që unë gjitën, jo thjesht për veshjet, po mënyra si unë gjitën, qoftë dy zjarrfiksit që unë i pash në Tarac, nuk e di, një pallac që ti nuk e di si po i shkonte fati ti dhe ti hyp dy zjarrfiksa në Tarac, ata mund të jenë heronj, po shiko, kjo është e para dhe e dyta, ai helikopteri pastaj. Po, ja ti shpjegoj të dyja. Ai helikopteri ishte fenomenal i thojë. Atëherë, kemi patur një situatë shumë të rëndë, ku informacioni mbi njerëzit ishte i pakët dhe ndërhyrja duhet ishte emergjente. Të paktun, gjithë ram dakord bashkë me administratorin që zjarrfikset kanë arën kohën
e duhur të paktën sipas informacioneve dhe sipas kohës që kanë ata për t'ju përgjigjur një telefonate për një situatë. Ka qenë një pjesë e zjarrfikseve të cilët kanë qenë të veshur me uniformën përkatëse dhe kanë hyrë brenda për të kontrolluar dhe për të menaxhuar nëse ishte e mundur zjarri nga brenda. Pjesa tjetër, duhet të thënë, është një fenomen i rëndësishëm që ndodh në vendin tonë që është jashtëzakonisht e vështirë për të menaxhuar njerëzit, e jo vetëm ato që cilët janë përfshirë në hall, por tifozët që vinë dhe grumbullohen sepse bëjnë dhe video, Instagram, bëjnë video, por edhe i shtyn njerëzit edhe bëjnë agresivin dhe krijojnë situata të papërshtatshme dhe detyrojnë një pjesë të strukturave të sigurisë që kanë ardhur për të tjera gjëra, të harxojnë energji dhe të harxojnë kohën e vlefshme në vend që të ishin duke shpëtuar sa njerëz, duhet merren edhe me këto që vinë dhe krijojnë situata shumë të vështira për të menaxhuar. Dhe kjo duhet marrë i fund sepse ne kemi parë se si sensibilizohen njerëzit në gjithë botën dhe mundohen të vinë sadopak ndihmë, po jo të kthehen në, edhe këto e kam parë ditën e dieshme, masivisht në menaxhim. Kemi zjarrfiks të cilët kanë menaxhuar zjarrin nga jashtë. Unë mendoj që për shembull, personi i cili është në shkallë në atë foto që ne dukim, është drejtues dhe duhet të jesh drejtues njësie, edhe i cili nuk ka personi që është i zhveshur nga mesi, është pa uniformën përkatëse, është drejtues njësie dhe ai duhet menaxhojë dhe të kontrollojë punën nga poshtë, por ndoshta për shkak të emergjencës ka rrezikuar. Nuk është mirë të rrezikohet në atë lloj forme. Unë e vlerësoj guximin e tij, por në fundit le të lej ato varësit e tij që ta menaxhojnë punën dhe ai aty është më shumë për mend se sa për punë fizike. Dhe në këto raste është shumë e rëndësishme të kesh njerëz të cilët japin mend. Dhe japin mend profesionistët. Nuk po them për njerëz të cilët dalin dhe komunikojnë aty, po profesionistit duhet për të dhënë mend sepse ai lokalizon rrezikun, ai menaxhon burimet njerëzore, ai jep ndihmën e duhur duke çuar njerëzit e duhur në vendin e duhur dhe shpërndan sepse ai din mënyrën se si janë të stërvitur, si janë përgatitur dhe për çfarë situatash janë përgatitur ato njerëz dhe hypja e tij atje është me rrezik pavarësisht helikopterin thuaj po. Pjesa e helikopterit. Unë kam patur edhe ditës sotme, edhe dje një komunikim me stafin i cili menaxhon dhe mendoj që kanë kryer një detyrë të vështirë. Kanë kryer një detyrë të vështirë dhe po erdha. Po në radhë parë duhet ja vlerësojmë atë sakrificën që kanë bërë se është manevrshmëri e jashtëzakonshme të sillesh dhe të punosh në këtë lloj situate. Po. Nuk është çmenduri sepse shiko. Ne që punojmë në strukturat, ne që punojmë në strukturat e sigurisë, ne që punojmë në strukturat e sigurisë kemi dy gjëra. E para është përgatitja profesionale që duhet të kesh dhe e dyta guximi për të rriskuar në situata të vështira. Se nëse do t'i përmbahesh vetëm situatës protokollare, po them 100% sepse sigurisht që është situata protokollare. Ma thua një rast që është përdor një masë e tillë. Jo, helikopteri në Shqipëri apo jashtë? Jashtë vendit përdoret zgjersisht, madje në këtë formë? Në këtë formë nuk. Në zona urbane? Në zona urbane patjetër. Jo, përdoret për të fikur zjarret në kodrat e kalit rreth Atinës. Ky është helikopter. Për vila një kaçë, dy kaçë. Ky është helikopter. Po jo me një kompleks banezash shumë katër. Ky nuk është helikopter i dedikuar për fikjen e zjarrit. Ky është multifunksional. Dhe ky është i helikopter dhe pilotët e tij dhe përmbajtja teknike taktike e këtij helikopteri është i bërë që të funksionojë në qendrat banuara dhe jo në qendrat banuara. Të hedhë zjarr kështu? Ujë, hedhë ujë dhe po të shikonit kanë ndjek manovrat e atij. I kemi dhënë live. Janë profesionale dhe janë pavarësisht patjetër sepse ta thash, situata ka qenë emergjente, njerëzit të cilët ishin brenda nuk ishin identifikuar plotësisht ka apo s'ka dhe duhesh marrë çdo lloj mase për t'ju ardhur në ndihmë zjarrfiksëve, për të minimizuar, sepse uji hedhur patjetër ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë dhe duhet flasin vetë ekspertët, mos ma lënë ato që kanë qenë prezent po flas. Unë do t'ja lëm inxhinierit edhe ekonomistit, por unë nuk merr akosem shumë, unë si ushtarak nuk e merr akosem shumë për çështjet ekonomike kur bëhet barazimi me jetën njerëzore. Patjetër, tu jemi dakord gjithë. Megjithatë, ka një faturë cilën duhet ta kishim shmangur, duke filluar nga pagesa e sigurimeve, të shtëpisë, pagesa e sigurimeve është deri te gjërat e tjera, deri te helikopteri, kuptova. Po, helikopteri ka kushtuar minimumin fluturim 250-300.000 euro në kosto operative. Ato makineri 7.000 euro ora është.
Kost. me gjithë ngritjen, me gjithë mirëmbajtjen, 7.000 euro. futen të gjitha. Plus se futen këtu të jam, gjitha. kjo anoj me faikun, plus se duhet bëjnë dhe orët e punës ata, orët e fluturimit. Ato janë të Ata përfshirë, fluturojnë kod mbi farë. jo po ta them dhe informacion pra. Ato janë të përfshirë këto ditë në një stërvitje natë ditë për çështje trajnimesh dhe ja kanë në programin e tij, do t'i harxojnë orët e punës. Do t'i harxojnë orët e punës. Kosto llogaritet me humbjen potenciale, nuk llogaritet me atë që harxhon ti, po me humbjen potenciale, pra merret maksimumi. Po është çështje diskutim tjetër. E para, e dyta, ato makinerit zero fikse që janë aty, të cilat kushtojnë gjithashtu 100.000 euro, kanë një kosto amortizimi të caktuar. Ishin 5 në parë dhe mos gaboj 1 apo 2 që me zy u fut nga pjesa e mbrapme. Dhe nëse do kishim një larg qoftë në të njëjtën kohë sa paralelisht një zjarr diku tjetër, kishte vetëm një gjendje mos gaboj dhe e kuptojmë vetë situatën. Për sa i përket sigurimeve, vetëm më pak se 5% e banesave në Republikën e Shqipërisë janë siguruara. Nga banorë dhe më pak se 3% e bizneseve. Kjo është alarm. Dhe nga më pak se 3% Po e që ta bëni me bizneseve, detyrim një. Duhet bërë me detyrim. Duket sigurisht bërë. se them më pak se 3% e bizneseve, se në këtë pallat kishim edhe një hotel, mos do bëj disa kate, dhe plus bizneset në katë parë që gjithashtu ishin të pasiguruara. Tani, Të pasiguruara. më pak se 3%, nga ky 3% që shumica dërmuese janë bizneset mëdha. Dhe nuk po flasim për kostot mëdha, në maksimum të paketave, nëse bëra një kërkim të rregullt thjesht, por këtë është 1 euro për metër katror për shtëpinë. 1 euro për metër katror. Sa shkopaj një herë në vit? Po një vit, shkojnë nga 100 euro dhe varet sa do shtosh pas Po e zë një mesatare 100 euro në muaj. Ato që marrin me kredi, ato që marrin me kredi e kanë të siguruar. Ato në kredi e kanë siguruar pjesa. E kanë vetë. Jo me ja bën banka. E kam dhe unë. E kanë detyruar. Ato që kanë me kredi e kanë detyruar, po vetëm ata që kanë me kredi. Sepse detyron banka, jo sepse do qytetari. Po kalojnë në zgjedhje. Po është me detyrim. Pra, edhe siguracion jetë edhe siguracion ndërtesë. Në asti konkret, nëse dhe bëjmë kombinuar siguracionin tërmet, zjarr, përmbytje, nuk na shkon më shumë se 200 euro në vit. Në vit, për është një kosto që nuk është një, për një që blen 150.000 euro shtëpi atje, nuk po flasim për është thjesht çështje vullneti. Unë do të them vetëm një gjë për sa i përket impaktit që do ketë përveç ngjarjes se ka ndodhur dje dhe shqyrë që spatën dëmën në jetë njerëzish. Kjo është kryesore. Çfarë impakt